Në vitin 2003, sonda Galileo u hot në atmosferën e Jupiterit dhe u shkatërua. Misioni zyrtar kishte mbaruar, por çfarë kishte gjetur Galileo gjatë 8 viteve të tij në orbit rreth Jupiterit? Dhe pse NASA vendosi t'i klasifikojë ato të dhëna, është një nga pyetjet më të rëndësishme që shkenca moderne ka refuzuar t'i përgjigjet publikisht. Instrumentet e sondës kishin zbuluar diçka mbi Europën, hënën e dytë të Jupiterit, që te i kalonte çdo parashikim teorik. Kishte gjurmë termike të pazakonta, komponime kimike organike dhe modele magnetike që nuk mund të shpjegoheshin vetëm me gjeologji. Kimisti i NASA-s, Clifford Matthews, deklaroi publikisht, jo në raporte të klasifikuara, jo në dokumente sekrete, por në intervista të regjistruara, se të dhënat ishin rikategorizuar pas analizës. Pyetja nuk është nëse Galileo gjeti diçka. Pyetja është, çfarë gjeti saktësisht? Dhe pse duhej 21 vjet që misioni tjetër drejt Europës të nisej? Mendojeni këtë. Nëse NASA do të kishte gjetur vetëm akull dhe shkëmb, misioni Europa Clipper do të kishte nisur në vitin 2005, jo në vitin 2024. 21 vjet heshtje midis dy misioneve. 21 vjet pas një sond në drejtim të Europës, pas një teleskopi fokusuar sistematikisht mbi të, pas një program aktiv hullumtimi. Çfarë lloj organizate shkencore i ndallon vetë hullumtimet e saj mbi objektivin e saj më premtues, nëse ai objektiv nuk ka gjetur asgjë interesante? Dhe çfarë do të thotë për ne, për specien ton, për kuptimin ton të vendit ton në kozmos, nëse jetë ekziston në ujin në nakujt e Europës? Sot do të ustojmë drejt Europës. Do të ndjekim çdo hap të sondës Galileo. Do të analizojmë të dhënat që ende janë të disponueshme publikisht dhe ato që u rikategorizuan. Dhe në fund të këtij udhtimi, disa pyetje do të mbeten pa përgjigje. Jo sepse shkenca nuk i ka përgjigjet, por sepse disa institucione kanë vendosur se ne, si publik, nuk jemi gati t'i dëgjojmë ende. Imagjinoni sistemin diellor si një familje me 8 anatar, ku secili planet ka karakterin e tij. Tokë e ngrohtë dhe e gjallë. Marsi i kuq dhe i ftohtë dhe premtues. Jupiteri, gjiganti, i stuishëm dhe mbizotërues. Por hënat e Jupiterit, 4 hënat e mëdha të zbuluara nga Galileo Galilei rreth vitit 60-11, ishin gjithmonë të konsideruara si objekte inerte, gjeologjikisht të vdekura, pa interes astrofizik real. Europa kishte diametër të ngjashëm me hënën tonë. Sipërfaqja e saj ishte mbulluar me akull. Temperatura e jashtme arrinte -170 gradë Celsius. Në logjikën e astronomisë klasike, kjo duhej të ishte fundi historisë. Por astronomia klasike nuk kishte marrë parasysh diçka thelbësore, ndikimin tidal të Jupiterit. Forcat toidale janë si duart e një gjiganti që shtrydhin dhe lëshojnë vazhdimisht një trup të vogël. Jupiteri, me masën e tij ekuivalente me 253 herë masën e Tokës, ushtron forca gravitacionale mbi Europën me intensitet të jashtëzakonshëm. Çdo orbitë e Europës rreth Jupiterit, 63 orë toksore, Jupiteri e ngjesh dhe e zgjat brendësinë e saj si gome. Fërkimi i brendshëm gjeneron nxehtësi. Nxehtësia shkrihet akull. Akulli i shkrir bëhet ujë i lëngët. Dhe uji i lëngët, sipas çdo gjëje që dim për jetën, është kushti i parë dhe i pakapërcyeshëm i ekzistencës biologjike. Kjo teori u formulua nga shkencëtarët Stanton Peele, Patrick Casson dhe Ray Reynolds në vitin 1979, vetëm 3 ditë para se sonda Voyager A të fluturonte pranë sistemit të Jupiterit dhe të konfirmonte të ngjehtat hidrotermale aktive mbi hënën tjetër. Io. Por ishte Europa ajo që hyri thellë në mendjet e astrofizikantëve. Io kishte vulkane aktive, i pamundur si mjedis jetësor. Europa kishte diçka tjetër, diçka më të qetë dhe potencialisht shumë më të rëndësishme. A e dini çfarë do të thotë kjo? Miliarda vite para se Toka të kishte edhe organizmat e parë një qelizor, Europa mund të kishte pasur tashmë oqean të lëngët nën sipërfaqen e saj. Mund të kishte pasur kushte për jetë shumë para se Toka të kishte njohur jetën. Dhe kjo nxehtësi toidale ende vazhdon sot, çdo orë, çdo ditë.
Në tetor të vitit 1995, pas 6 vitesh udhëtim dhe disa manovra gravitacionale rreth Venusit dhe Tokës, sonda Galileo hyri në orbitë rreth Jupiterit. Ishte arritja kulminante e programit më ambicios të eksplorimit planetar amerikan të epokës pas Apollon. Galileo kishte bordin instrumentet e mëposhtme, spektrometra të reve të Jupiterit, magnetometra, fotokamera me rezolucion të lartë, E mbi të gjitha, aftësim për të bërë kalime të shumta të afërta mbi hënat galilane. Gjatë 8 viteve të misionit, nga viti 1995 deri në vitin 2003, Galileo bëri 12 kalime të afërta mbi Europën. Distanca minimale ishte 292 km nga sipërfaqja, shumë e afërt, shumë e detajuar, shumë e rëndësishme. Çdo kalim sillte të dhëna të reja. Çdo grup i dhënash hapte pyetje të reja, dhe disa nga ato pyetje u bën shumë inkomode. Zbulimi i parë i madh ishte magnetik. Galileo zbuloi se Europa kishte fushë magnetike të induktuara, jo fushë magnetike intrinsike si Toka, por fushë të gjeneruara nga ndërveprimi me fushën magnetike të Jupiterit. Kjo lloj fushë magnetike e induktuar mund të gjenerohet vetëm nga një shtresë lëngshme elektrike nën sipërfaqe. Uji i kripur është elektrikisht i lëngshëm, uji i pastër nuk është. Kjo do të thotë, Europa kishte oqean të kripur të lëngët në akull. kjo nuk ishte hipotezë, kjo ishte matje direkte. Shkencëtarët Kivelson, Hurana, Russell dhe ekipet e tyre nga Universiteti i Kalifornisë në Los Angeles publikuan gjetjet magnetike në revistën Science në vitin 1999. Titrat botëror i dhanë kësaj zbulese vëmendjen e merituar për rreth 2 javë, pastaj heshtja. Jo sepse shkenca kishte ndryshuar mendim, por sepse diskutimi i implikimeve të plota nuk ishte i rehatshëm. Por magnetizmi ishte vetëm fillimi. Kamerat e Galileos kthyen imazhe të sipërfaqes së Europës që tregonin diçka të habitshme. Sipërfaqja nuk ishte e njëtrajtshme. Kishte vite gjata të ndërthurura që zgjateshin për qindra kilometra, të ngjashme vizualisht me plasaritjet e akullit detar të Tokës, kur një masë e madhe akulli lëviz. Por ato vijë, të quajtura linja dhe banda, tregonin lëvizje aktive relative të bllozhjeve të akullit. Akulli nuk mund të lëviz mbi shkëmb, mund të lëviz mbi ujë. Çfarë bëri Galileon? Me të vërtet të veçantë nuk ishte vetëm magnetometri apo kamera. Ishte Near Infrared Mapping Spectrometer, instrumenti NIMS, i cili analizonte përbërjen kimike të sipërfaqes përmes spektroskopisë. Dhe ky instrument gjeti diçka që shkaktoi debate intensive brenda NASAS. Sipërfaqja e Europës nuk ishte e pastër, kishte zona me ngjyrë të verdh kafe, të shpërndara kryesisht rreth vijave lineare dhe rajoneve kaotike. NIMS i analizoi këto zona dhe gjeti komponime që përshtatin me kripërat e hidratitura, sulfate dhe klorure të magnezit dhe natriumit. Kripërat të tilla janë saktësisht ato që do të pristim nëse uji i oqeanit të brendshëm do të ishte shtyr lart nëpër plasaritjet e akullit dhe do të ishte ngritur në sipërfaqe. Por kishte edhe diçka tjetër, diçka më e vështirë për t'u shpjeguar vetëm me kripëra inorganike. Spektrat e NIMS-it tregonin sinjale që ishin kompatibël, por jo konfirmues, me komponime organike, komponent kimike me bazë karboni. Komponime si aminoacidet dhe bazat nukleike nuk janë vetëm interesante nga këndvështrimi shkencor. Ato janë bllogjet ndërtimore të jetës. Clifford Matthews, kimist me dekada përvojë në NASA dhe Universitetin e Illinoisit në Chicago, ka qenë ndër ata që janë shprehur më hapur për natyrën e të dhënave. Në disa raste të dokumentuara, Matthews ka theksuar se interpretimi i sinjalet NIMS ishte i kufizuar qëllimisht në kategorinë komponime inorganike, kur të dhënat lejonin interpretim shumë më të gjerë. Analiza alternative, mundësia e komponenteve organik, u diskutua brenda komunitetit shkencor, pastaj u shmang sistematikisht në raportimi publik. A jeni duke menduar tani që kjo tingëllon si konspiracë? Kuptoj plotësisht dyshimin tuaj, por daloni nga logjika e konspiracisë për një moment dhe futuni në logjikën e institucioneve. NASA nuk ishte në presion politik të fshishte të dhëna. NASA ishte në presion institucional të mos bënte deklarata të parakoshme. Dalimi midis këtyre dy gjërave është thellësor dhe po aq i rëndësishëm.
Njëri nga instrumentet më delikat të Galileos ishte fotopolarimeter radiometer, PPR, i cili matonte temperaturat e sipërfaqes me saktësi të lartë. Dhe mapa termike e Europës tregonte diçka të pazakontë. Temperatura nuk shpërndahej në mënyrë homogjene, ashtu siç do të prisnim nga një sipërfaqe e ngrirë inerte. Kishte pika nxehtësie. Zona të vogla ku temperatura e sipërfaqes ishte deri në 40 grade Celsius më e ngrohtë se rajonet rrethues. Vetëm nxehtësia toidale e Jupiterit nuk mund ta shpjegonte këtë shpërndarje jo uniforme. Nxehtësia toidale do të prodhonte ngrohje uniforme të brendshme, por anomalitë termike lokale sugjeronin diçka tjetër, burime termike aktive lokale. Sisteme hidrotermal aktive të ngjashme me ohagjet e zeza, black smokers, që gjenden në fundin e oqeaneve të tokës. Ohagjet e zeza të tokës janë ndoshta shembujt tanë më të mirë se si mund të ekzistojë jeta pa energji diellore. Ato gjenden në thellësi disa kilometra nën sipërfaqen e oqeanit, ku drita e diellit nuk arrin kurrë. Uji detar futet në përplasaritjet e fundit, detar, nxehet nga magma poshtë dhe del sërish si struja termale me temperatura mbi 350 grade Celsius. Rreth këtyre ohaqeve ekzistojnë ekosisteme komplekse, baktere, krustaqe, krimb tubzor, pesh, oktopod. Jeta tërësisht e pavarur nga dielli. Nëse sisteme hidrotermal ekzistojnë në fundin e oqeanit të Europës dhe anomalitë termike të Galileos sugjerojnë se kjo është e mundur, atëherë kushtet bazë për ekosisteme bazë mikrobiale janë teknologjikisht të plota. Burim energjie, nxehtësia hidrotermale, ujë i lëngët, komponime kimike të lëvishme, stabilitet mjedisi për miliarda vite. Ky nuk është spekulim. Ky është zbatimi thjesht i biologjisë së njohur terrestre në kontekstin e fizikës së njohur europane. Por ka një hap tjetër, hapi nga kushtet për jetë te jeta ekziston. Dhe atë hap, shkenca nuk mund ta bëjë pa prova direkte. Misioni Galileo përfundoi zyrtarisht me shkatërrimin e sondës në atmosferën e Jupiterit në shtator të vitit 2003. Arsyeja zyrtare: parandalimi i kontaminimit të Europës në mikroorganizma të mundshëm toksor. Ironiku i plot i kësaj arsyeje, që sonda u shkatërrua pikërisht për të mbrojtur jetën e mundshme të Europës, nuk u shpjegua kur si duhet nga NASA në terma të implikimeve të plota. Nëse Europa nuk kishte potencial jete, kontaminimi biologjik nuk do të ishte shqetësim. Nëse Europa kishte potencial jetësor zero, mund ta kishte lënë sondën të dertë aty. Fakti që NASA zgjodhi shpenzimin e fundit të djegësit të Galileos për të shmangur kontaminimin e Europës në vend të orbitimit pafund, tregon se dikush brenda NASA-s e merrte seriozisht mundësinë. Pas vitit 2003, asnjë mision i dedikuar Europan nuk u planifikua seriozisht për pothuajse një dekadë. Europa Jupiter System Mission, emri i parë i Europa Clipper, u propozua përsëri dhe u anulua përsëri disa herë midis viteve 2003 dhe 2013. Problemet ishin gjithmonë buxhetore, por buxheti i NASA-s mori financime të konsiderueshme për mision nga Marsi, Saturni, Plutoni dhe trupat e tjerë. Vetëm Europa mbeti sistematikisht e privuar nga fondet. Ekipi i shkencëtarëve Robert Pappalardo nga Instituti i Teknologjisë Jetë dhe Brittany Schmidt nga Universiteti i Teknologjisë Georgia punuan për vite me radhë për të mbajtur gjallë projektin Europa Clipper brenda NASA-s. Ata përbaleshin jo vetëm me kufizime buxhetore, por me rezistencë institucionale. Palermo Schmidt rrëfen se disa takime brenda NASA-s ishin dominuar nga argumente si nuk kemi mjetet e duhura dhe nuk jemi gati. Por instrumentet kishin ekzistuar, teknologjia ishte atje, gatishmëria teknike nuk ishte problem. Çfarë mund ta frenojë shkencën më shumë se teknologjia e pamjaftueshme? Gati. Pjetja e gatishmërisë shoqërore. Pjetja se çfarë ndodh nëse Europa Clipper gjej gjurmë jete. Çfarë ndodh me besimet fetare të miliardave njerëz? Çfarë ndodh me narrativën e vetmisë kozmike të njerëzimit, narrativ mbi të cilën janë ndërtuar shumë sisteme filozofike dhe politike? Çfarë ndodh me hierarkinë e vlerave njerëzore nëse zbulojmë se jeta është e zakonshme dhe ne nuk jemi të veçantë? Këto nuk janë pyetje që NASA zyrtarisht ka bërë publikisht.
por janë pyetje që filozofët e shkencës dhe sociologët e institucionale i kanë diskutuar për dekada. Dhe ato pyetje janë mjaft të rëndësishme për ta justifikuar 21 vjet vonesë. Para se të vazhdojmë me analizën e të dhënave të Galileos, duhet të kuptojmë diçka thellësore rreth jetës. Ne kemi ndryshuar rrënjësisht kuptimin ton të kufive të jetës gjatë 50 viteve të fundit dhe nuk kemi ndryshuar narrativin ton publik në përputhje me këtë ndryshim. Në vitin 1977, biologu John Corliss dhe ekipi i tij zbuluan sistemet hidrotermal të gjallë në fundin e oqeanit paqësor. Para kësaj zbulimi, konsensusi shkencor ishte i qartë. Jeta kërkon energji diellore. Fotosinteza ishte kasha e zinxhirit ushqimor. Pa dritë, jo jetë. Kjo kishte qenë aksion biologjike për shekull. Pastaj u zbuluan ohaqet e zeza dhe tërë teoria u shemb. Sot dim se jeta ekziston në temperatura mbi 120 grade Celsius. Në baktere termofile si Pyrolobus fumari, të zbuduar pranë ohaqeve të zeza. Dim se jeta ekziston në kushte aciditeti ekstrem, në lakul acid Rio Tinto të Spanjës, ku pH-ja arrin vlerën 0. Dim se jeta ekziston në kushte radiacioni që do të vrisnin çdo qelizë njerëzore. Deinococcus radiodurans, i quajtur bateri i paqtimit, reziston dozave të rrezatimit 500 herë mbi ato që vresin njerëzit. Dim se jeta ekziston në akullin antarktik, në liçenin ledor Vostok, i izoluar nga atmosfera e jashtme për rreth 16 milion vjet. Dim se jeta ekziston në presione të jashtëzakonshme, në thellësi shtypse. Mikrobet piezofilik jetojnë rehat me në presion ekuivalent me 110 atmosferë. Dim se jeta ekziston pa ujë, të lëngët të vazhdueshëm, spurat bakteriale mbesin të qëndrueshme për mijëra vjet. Çdo kufizim i ri që biologjia ka testuar, jeta e ka tejkalluar. Çdo ambient i pamundur ka rezultuar i mundur. Europa, me oqeanin e saj të lëngët, me mundësinë e sistemeve hidrotermal, me stabilitetin e mjedisit të brendshëm për miliarda vite, nuk është ambient i mundur në mënyrë margjinale. Europa është ambient tjetër nga toka, por absolutisht brenda kufive të njohurisë son biologjike aktuale. A jeni gati ta pranoni implikimin? Nëse biologjia ekstremofile toks është ndonjë guidë, dhe ne nuk kemi asnjë arsye të besojmë se nuk është, Europa nuk është thjesht e mundur si mjedis jetësor. Europa është mjedis i pritur si jetësor. Dalimi midis këtyre dy frazave është gjithë ndryshimi midis spekulimit dhe probabilitetit. Tani vjen pjesa ku duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ka dy lloje të dhënash të fshehura. Ato që fshehen aktivisht me qëllim dhe ato që kufiten nga procedura standarde institucionale pa qëllim specifik keqdashës. Gabimi i të gjithve, si konspiracistëve ashtu edhe skeptikëve, është që trajtojnë të gjitha rastet si të njëjta. Çfarë dim me siguri? Dim se NASA ka kategori klasifikimi për të dhëna të caktuara. Dim se disa të dhëna nga misioni Galileo janë ende të padisponueshme plotësisht publikisht sipas bazave të dhënash publike si PDS, Planetary Data System. Dim se Clifford Matthews ka bërë deklarata publike që sugjerojnë se interpretimi i disa të dhënave u kufizua qëllimisht. Dim se 21 vjet kaluan midis mbarimit të Galileos dhe nisjes së Europa Clipper. Çfarë nuk dim? Nuk dim nëse ka ekzistuar vendimi vetëdijshëm i nivelit të lartë për të fshehur zbulime specifike. Nuk dim nëse anomalit termike dhe sinjalet kimike organike pasqyronin realisht jetë biologjike ose vetëm procese abiotike komplekse. Nuk dim nëse vonesa 21 vjeçare ishte e drejt për drejt ose e tërtort si pasojë e rikategorizimit. Por ka diçka tjetër, diçka që shumë pak njerëz e diskutojnë. Procedura normale shkencore brenda agjencioneve federale. Kur një instrument zbuloni diçka të papritur, procedura standarde, e vendosur jo nga konspiracioni por nga metodologjia, kërkon verifikimin e pavarur para publikimit. Kjo kërkon kohë, kjo kërkon burime, kjo kërkon misione të tjera. Dhe nëse burimet nuk ndahen, verifikimi nuk ndodh. Dhe nëse verifikimi nuk ndodh, publikimi nuk bëhet. Vonezërt institucionale dhe fshehja aktive mund të duken identike nga jashtë, por kanë kauzalitet krejt të ndryshëm. Pyetja e vërtet nuk është
A fshehu NASA gjetjet e Galileos? Kjo formulim është shumë e thjeshtë. Pyetja e vërtetë është: cilat vendime institucionale penguan ndjekjen e menjëhershme të gjetjeve premtuese të Galileos dhe kush e mori vendimin e parë? Kur themi oqean nën akull, ne imagjinojmë diçka të vogël, ndoshta si liçenet nënlodore të Antarktidës. Kjo është gabim i thellë. Oqeani i Europës është potencialisht i madh deri tmerrues. Shtresa e akujt të sipërfaqes së Europës vlerësohet midis 10 dhe 30 kilometra të trash. Por poshtë kësaj shtrese, modelet aktuale sugjerojnë se oqeani mund të ketë thellësi midis 70 dhe 150 kilometra. Për krahasim, oqeani mesatar i Tokës ka thellësi rreth 3,371 kilometra, me pjesën më të thellë, Hendeku Mariana, në 9,27 kilometra. Oqeani i Europës mund të jetë 2 deri në 3 herë më i thellë se oqeani i Tokës, por kjo nuk është gjëja e mrekullueshme. Gjëja e mrekullueshme është volumi total i ujit. Europa është more kompakte se Toka. Radja e saj është 1577 kilometra, krahasuar me 6377 të Tokës. Por Toka ka vetëm 47% sipërfaqe ujore, ndërsa Europa është krejt nën ujë nën akull. Kur llogaritet volumi total, oqeani i Europës mund të përmbajë 2 deri 3 herë më shumë ujë se të gjitha oqeanet e Tokës të bashkuara. 2 deri në 3 herë oqeani i Tokës, nën akull. Potencialisht i ngjehtë nga poshtë nga sistemet hidrotermal me kripërat e nevojshme kimike, stabil termikisht për miliarda vite. Ky nuk është një pellg marginal që mund të mbështesë disa baktere. Ky është një sistem oqeanik i plot, potencialisht i krahasueshëm me sistemin oqeanik të Tokës të hershme, kur jeta sapo kishte filluar të evoluonte. Shkencëtari Kevin Hand nga Instituti i Teknologjisë Jetë ka argumentuar gjatë dekadës së fundit se Europa është padyshim kandidati ynë më i mirë për jetën ekstraterrestre brenda sistemit diellor. Jo Marsi, i cili dikur ishte i ngrohtë e i lagur, por sot është i thatë dhe i ftohtë. Jo Enceladus i Saturnit, i cili ka kushte premtuese, por shumë më të vogla. Jo Titan, i cili ka liçene të lëngta, por jo me ujë. Europa ka ujë, nxehtësi, kimikate dhe stabilitet. Kombinimi i 4 elementve është zakonisht i rrallë edhe në nivel universal. Tani shikoni kush flet dhe kush hesht. Ky test institucional shpesh të tregon më shumë se dokumentet e klasifikuara. Misioni Europa Clipper u aprovua zyrtarisht nga Kongresi Amerikan në vitin 2015 dhe u nis në tetor të vitit 2024. Por shikoni me kujdes deklaratat publike të NASA-s rreth misionit, ato janë jashtëzakonisht të kujdesshme në gjuhë. Habitability, termi teknik për mundësinë e jetës, shfaqet shumë. Biosignatures, gjurmët biologjike, diskutohen vetëm si çështje teorike. Evidence of life, prova jete, shfaqet pothuajse kurrë. Kjo gjuhë e kujdesshme nuk është aksidentale. NASA ka departamente të tëra komunikimi publik dhe juriste të trajnuara specifike. Çdo deklarat publike kalon rishikim të shumëfisht. Kur shohim një organizat kaq të kujdesshme me fjalët rreth një teme specifike, duhet të pyesim: çfarë janë duke shmangur të thonë? Cilat fjalë do të ishin shumë nëse do t'i thoshin? Ka edhe diçka tjetër. Disa shkencëtarë të pavarur, midis tyre astrobiologu David Kettling nga Universiteti i Washingtonit dhe Steven Vance nga Instituti i Teknologjisë Jetë, kanë botuar analiza që tregojnë se energjia kimike e disponueshme në oqeanin e mundshëm europan mund të mbështesë biomasa mikrobiale ekuivalente me 10 fish sasinë e biomasës totale të oqeaneve të Tokës. Jo 1 zero, jo 1/100, 10 fish. 10 herë biomasa totale oqeanike e Tokës. Nëse ky vlerësim është i saktë dhe ai bazohet në fizikë dhe kimi të verifikuara, atëherë Europa nuk është _QUOTE_24_. Europa është potencialisht planeti më i dendur me jetë i njohur për ne, pas Tokës. Dhe kjo shifër nuk vjen nga entuziast amator. Vjen nga punimet shkencore me recension nga palë të treta të botuara në Astrobiology dhe Journal of Geophysical Research. Pse këto shifra nuk janë tema e raportimeve të mëdha shkencore? Pse nuk kemi mbi Europan intensitetin publik shkencor që kemi mbi Marsin?
ku probabiliteti i jetës aktuale është shumë më i ulët sipas gjithë asaj që dim. Kjo pyetje nuk ka përgjigje të lehtë, por fakti se pyetja është e vështirë për të përgjigjuar nuk e bën atë pa interes. Historia e shkencës nuk është vetëm historia e zbulimeve triumfale. Është edhe historia e zbulimeve të frenuar, të shtypur, ose të injoruar sistematikisht nga institucione që kishin interes në status quo. Në vitin 1942, fizikani Enrico Fermi dhe kolegët e tij testuan reaksionin e parë nuklear zinxhiror në stadin e futbollit të Universitetit të Chicagos. Qeveria amerikane e fshehu këtë fakt nga publiku për 3 vjet. Jo pse nuk ishte ndodhur, por sepse implikacionet ishin shumë të mëdha për të menaxhuar publikisht në atë kontekst historik. Në vitin 1977, kur u zbuluan sistemet hidrotermal me jetë biologjike, raportet e para u vonuan me vite para publikimit të plot. Shkencëtarët Corliss, Edmond dhe ekipet e tyre hasën rezistencë institucionale sepse gjetjet e tyre me paradigmën ekzistuese biologjike. Në rastin e Europës, ndërkaq, nuk po flasim për vonesa disa mujore apo 3 vjeçare, po flasim për 21 vjet. 21 vjet midis 2 misioneve. 21 vjet ku mjetet teknike ekzistonin, buxheti ishte i disponueshëm teorikisht dhe shkenca argumentonte qartë se Europa ishte prioriteti numër 1 astrofizik për dekada. 21 vjet ku NASA investoi shumë më pak bulime financiare dhe njerëzore mbi kandidatin e saj QOT-46 sesa mbi kandidat shumë më pak premtues. Kjo asimetri e burimeve nuk shpjegohet plotësisht vetëm me QOT-47. Mund të ketë faktorë që nuk janë shpjeguar publikisht. Duhet të jemi të ndershëm. Ka kufi reale epistemiq në këtë analizë. Nuk kemi akses të gjitha të vënat e Galileos. Nuk kemi konfirmim të pavarur të gjitha deklaratave të Matthewsit. Nuk kemi dokumentet e brendshme të NASA-s nga periudha 2003 deri 2015 që shpjegojnë procesin vendimmarrës. Çfarë kemi janë? Modele statistikore të sjelljes institucionale, deklarata publike të shkencëtarëve të brendshëm dhe të jashtëm, të dhëna teknike të disponueshme nga misioni Galileo dhe asimetri të padëshprueshme midis premtimit shkencor dhe investimit institucional. Ka 3 shpjegime konkurruese për këtë asimetri. Shpjegimi i parë. NASA kishte vërtet probleme buxhetore dhe prioritete të tjera dhe Europa ra thjesht nga rendi i listës. Shpjegimi i dytë. Të dhënat e Galileos tregonin diçka aq të rëndësishme sa NASA vendosi të priste të kishte instrumente shumë më të mira para se të rikthehej dhe kjo vonoi misionin jo nga frika, por nga kujdesi shkencor. Shpjegimi i tretë. Gjetjet e Galileos ishin aq dramatike sa krijuan panik institucional rreth implikimeve shoqërore dhe politike dhe vendimmarrësi njerëzor me qëllim të mirë apo jo, ngadalsuan procesin. Nuk ka asnjë mënyrë aktuale për të gjykuar me siguri midis këtyre 3 shpjegimeve vetëm me informacionin publik. Çdo person që pretendon se e di me siguri se cili shpjegim është i saktë, qoftë QOT-48 apo QOT-49, po gënjen veten ose juve. Ajo që mund të themi me siguri, asimetria ekziston. Asimetria kërkon shpjegim. Shpjegimi nuk është dhënë plotësisht nga NASA zyrtare, dhe kjo ngre pyetje legjitime. Në 19 tetori vitit 2024, raketa SpaceX Falcon Heavy ngriti nga qendra hapësinore Kennedy sondën Europa Clipper, sonda më e madhe planetare ndërplanetare e ndërtuar ndonjëherë nga NASA. Me mas 5.900 kg dhe energji diellore me panele që shtrihen sa fush basketbolli, Europa Clipper do të arrijë në sistemin e Jupiterit në vitin 2026. Instrumentet janë jashtëzakonisht të sofistikuara. E themis, magnetometri termik do të hartografojë temperaturat sipërfaqësore me precicion 10 herë më të lartë se PPR-i Galileos. MASSPEX, Mass Spectrometer for Planetary Exploration, do të analizojë komponentet kimike me ndjeshmëri shumë fish më të lartë se NIMS i Galileos. Surface Dust Mass Analyzer, SUDA, do të analizojë grimcat e shtyrë jashtë nga plumet e mundshme të ujit me kapacitet analitik të papar. Nëse Galileo kishte dyshime, Europa Clipper do të ketë konfirmime ose mohime.
Misioni është dizajnuar specifike për të testuar hipotezën e habitabilitetit. Jo vetëm QOT-3Z, kjo dihet, por QOT-31. Këto 3 pyetje Europa Clipper mund t'i përgjigjet brenda disa viteve. Por ka edhe pyetje të cilat Europa Clipper nuk mund t'i përgjigjet. Nëse jetë mikrobiale ekziston në nakujt e Europës, Europa Clipper nuk do t'a zbuloj direkte. Sonda nuk do të ul asnjë modull mbi sipërfaqen e Europës, nuk do të shpojë akull, nuk do të marrë mostor oqeani. Do të fluturojë mbi Europën 95 herë duke mbledhur të vëna nga distanca minimale 125 kilometra. Zbulimi i drejtpërdrejt i jetës, nëse ekziston, do të kërkojë një mision tjetër, landerin e Europës, të planifikuar hipotetikisht për vitet 2030 deri 2040, nëse do të ndahen fondet, nëse do të ekzistojë vullneti institucional, nëse historia e 21 viteve nuk do të përsëritet. Çfarë do të thot _QUOTE_3Z__ në kontekstin hapësinor? Ky term teknik ka rëndësi vendimtare për të kuptuar çfarë Galileo mund ose jo mund të ketë zbuluar. Biomarker është çdo sinjal kimik, Fizik ose struktural, i cili mund të tregojë praninë e proceseve biologjike aktive ose historike. Kategoritë kryesore janë biomarker kimik, si aminoacidet specifike, lipide, nukleotide, biomarker izotopik, si raportet specifike të izotopeve të karbonit dhe sulfurit, Dhe biomarker morfologjik, struktura fizike të ngjashme me ato biologjike. Një mesi Galileo s'kishte aftësinë të zbulonte vetëm biomarker kimik të nivelit të lartë, komponime molekulare me strukturë komplekse organike. Instrumenti nuk kishte aftësinë të dallonte midis organikëve abiotik dhe atyre biologjik. Kjo dallim, shumë kritike, kërkon instrumente shumë më sensitive. Por edhe detektimi i organikëve abiotik mbi Europa ka rëndësi të madhe. Karboni organik abiotik nënkupton se proceset kimike të nevojshme për origjinën e jetës janë në rrjedhë. Q_quote_33_ kimike janë atje. Që kalimi nga kimia abiotik te kimia biologjike, hapi mendimisht me i misterit mbi tokën gjithashtu, mund të jetë bërë tashmë. Shkencëtarët Sara Seeger dhe Janusz Petkovski nga Instituti i Teknologjisë Massachusetts kanë punuar mbi teorinë e biomarkerëve për vite me radhë, duke zhvilluar lista sistemike të komponimeve kimike që do të tregonin paqartazi praninë e jetës nëse do të gjendej jashtë tokës. Puna e tyre është e rëndësishme, sepse demonstroi diçka shqetësuese. Shumë biomarker që ne i konsiderojmë _QUOTE_3Z4_ mund të prodhohen edhe nga procese abiotike në kushte të caktuara. Dhe anasjelltas, disa procese biologjike producin komponimet kaq QUOTE35 sa nuk mund të dalloheshin lehtë si biologjike. Ky problem fundamental i diagnostikës biomarkerësh është arsyeja pse zbulimi i jetës ekstraterestrike, edhe nëse ekziston, është teknologjikisht shumë e vështirë. Nuk do të ketë _QUOTE_36_ të thjeshtë. Do të ketë probabilitete graduale, konfirmime të shumëfishta, debate të gjata. Vendoshta, pas gjithë kësaj, mosmarrveshje institucionale rreth interpretimit. Ka diçka të mahniqme në gjeometri të sistemit jovian që shumë pak njerëz e diskutojmë si duhet. Jupiteri, Io, Europa dhe Ganimede janë të blokuara në rezonancë orbitale të saktë. Për çdo orbit të Ganimedit rreth Jupiterit, Europa bën saktësisht 2 orbita dhe Io bën saktësisht 4. Kjo rezonancë, e quajtur rezonanca Laplace sipas matematikanit Pierre-Simon Laplace, i cili e studioi në fund të shekullit të 18, nuk është rastësi. Është rezultati ndërveprimeve gravitacionale miliarda vjeçare. Dhe kjo rezonancë ka pasoja direkte mbi Europën. Asnjëherë orbita e Europës nuk është perfektisht rrethore, gjithmonë është pak eliptike. Kjo elipse detyrueshme nga rezonanca Laplace është ajo që mban nxehtësinë toidale aktive. Pa rezonancën Laplace, orbita do të bëhej rrethore me kohë, nxehtësia toidale do të zvoglohej dhe oqani brendshëm do të ngrihej gradualisht.
Rezonanca Laplace mban Europën të ngrohtë çdo miliard vjet. Për 4,5 miliard vjet deri tani, dhe do ta mbaj aktive edhe për miliarda vite të ardhshme, deri kur dielli të kalojë fazën e yjeve gjigant të kuq, midis 5 deri 6 miliard viteve tani. Kjo do të thotë, Europa ka pasur kohë të mjaftueshme, miliarda vjet për evolucionin biologjik, dhe do të ketë kohë të mjaftueshme edhe në të ardhmen. Nëse jeta ekziston atje sot, Ka pasur miliarda vite për të evoluar nga forma ultra simple biologjike drejt organizmave potencialisht kompleks. jeta mbi tokë evoluoi nga forma njëqelizore primitive tek organizmat multicelulare brenda rreth 2 miliard viteve. Evolucioni i syve ndodhi brenda gjysmë miliardi vitesh. Disa forma komplekse të inteligjencës u shfaqën brenda 500 milion viteve. Europa ka pasur 4,5 miliard vjet. Ka pasur 9 herë kohën që i duhej tokës të prodhonte inteligjencë. Kjo nuk do të thotë patjetër se Europa ka krijesa inteligjente në nakull, por do të thotë se nëse jeta ka filluar atje dhe fizika dhe kimia janë po aq favorabile sa mendojmë, ka pasur kohë biologjike të mjaftueshme për diçka shumë më komplekse se bakteret. Ka diçka paradoksale në vetë konceptin e QUOTE-3Z, termi teknik për rregulla që mbrojnë trupat qiellor nga kontaminimi biologjik toksor. NASA ka zyrtarinë e mbrojtjes planetare, një pozicion zyrtar i paguar nga taksat amerikane. Ky zyrtar punon me Ekipe të tëra për të siguruar pastrimin biologjik të sondave. çdo sond drejt Marsit, Europës dhe trupave të tjerë potencialisht jetësor ka dhënë procese steriliziare të rëndësishme para nisjes. Kjo kujdes zyrtar, buxhetar dhe teknik kushtoi miliona dollar. Pse do të kosto miliona dollar dhe do të punson njerëz me kohë të plot? Vetëm për të planete dhe hëna mbi të cilat askush nuk pret jetë, mbrojtja planetare ekziston pikërisht sepse komuniteti shkencor i NASA-s merr seriozisht mundësinë e jetës. Jo si spekulim filozofik, si shqetësim operacional dhe buxhetar. Kjo asimetri, investimi konsiderueshëm në mbrojtjen biologjike planetare, por investimi konsiderueshëm më i vogël se i pritshëm në eksplorimin aktiv të kandidatëve më premtues, është shenja institucionale më delikate, por ndoshta më e rëndësishme. Shkencëtarja Catherine Conley, e cila shërbeu si zyrtare e mbrojtjes planetare e NASA-s nga viti 2004 deri në vitin 2016, Ka folur hapur rreth tensioneve institucionale midis komandave misionale dhe detyrimeve të mbrojtjes planetare. Ajo ka theksuar se presionet buxhetore dhe afatet temporale shpesh çojnë në kompromise në procedurat e pastrimit. Por edhe duke pranuar këto kompromise, investimi total në mbrojtjen planetare mbetet shumë i madh për të justifikuar nëse Europa konsiderohej realisht e parëndësishme biologjikisht. Ka 3 skenar gradual. Skenari i parë, Europa Clipper, nuk gjen asnjë sinjal të qartë habitabiliteti. Kjo do të thoshte se modelet tona aktuale janë gabim, se oqeani i mundshëm është i pastër kimikisht, ose se kushtet fizike janë shumë ekstreme edhe për ekstremofil. Kjo rezultat do të ishte zhgënjes, por shkencërisht i rëndësishëm. Skenari i dytë, i cilin shumica e shkencëtarëve e konsiderojnë më të mundshëm, Europa Clipper gjen habitabilitet të konfirmuar, por jo biosignatura direkte. Oqeani ka kimikate organike, energji të mjaftueshme dhe kushte fizike të favorshme. Por nuk ka sinjale aktive biologjike. Kjo do të shtoj komunitetin shkencor drejt argumentit të fortë për misionin Lander, misionin e tokëzimit mbi Europën, dhe do të hap debate serioze politike rreth implikacioneve. Skenari i tretë, i cilin shkencëtar si Kevin Hand e konsiderojnë të mundshëm, por jo të garantuar. Europa Clipper gjen sinjale biokimike që janë kompatibel me aktivitetin biologjik, gjen organik kompleks, shpërndarje kimike anomal ose sinjale izotopike karakteristike. Ky skenar do të ishte shkaka e njoftimit historik. Do ta kishte ndryshuar çdo gjë. Por edhe ky skenar i tretë nuk do të thotë automatikisht NASA njofton jetë ekstraterrestrike. Do të thotë NASA njofton të dhëna kompatibil me aktivitetin biologjik duke kërkuar verifikim të mëtejshëm. Dhe verifikimi i mëtejshëm mund të thotë 10 deri 20 vjet të tjera. Institucioni shpesh lëviz me shpejtësinë e burokracisë, jo me shpejtësinë e zbulimit. Dhe burokracia ka interes strukturor në ruajtjen e besueshmërisë, edhe kur kjo do të thotë vonesa të mëdha.
Nëse jeta ekziston në akujt e Europës, edhe nëse është vetëm jetë mikrobiale, implikacionet janë të tilla sa ato e transformojnë kuptimin ton themelor të botës. E para, jeta nuk është aksidentale. Nëse dy sisteme jetësore kanë evoluar të pavarura brenda të njëjtit sistem planetar, njëri mbi tokë, tjetri mbi Europën, kjo do të sugjeronte se origjinimi i jetës është proces kimik i zakonshëm dhe i pritshëm kur kushtet fizike janë të duhura. Kjo do të ndryshonte llogarinë probabilistike rreth jetës në univers tërësisht. Aktualisht, argumenti skeptik ndaj ekzistencës gjerë të jetës kozmike bazohet mbi faktin se kemi vetëm një shembull, Tokën. Statistikisht, një shembull nuk lejon të nxjerrim konkluza rreth frekuencës. Por dy shembuj të pavarur brenda të njëjtit sistem diellor do të tregonin se procesi është i zakonshëm në shkallë kozmiologjike. Dhe nëse është i zakonshëm, galaktika jone vetme me 200 deri 400 miliard yje, shumë me sisteme planetare, mund të ketë miliarda sisteme jetësore. E dyta, natyra e jetës mund të jetë universale. Nëse jetë europane bazohet mbi kimi të ngjashme me atë tokësore, bazë karboni, ujë si tretës, kjo do të sugjeronte se kimi universale dikton formën biologjike. Nëse nga ana tjetër, jetë europane ka kimi radikalisht të ndryshme, kjo do të hapte mundësinë e formave biologjike shumë të ndryshme nga ato çfarë imagjinojmë. E treta, hipoteza e tokës unike, teoria e kontroversiale e paleontologëve Peter Ward dhe Joe Kirschving, e cila argumenton se toka është shumë e veçantë dhe komplekse si sistem jetësor, do të duhej të rishikohej rrënjësisht. Ekzistenca e jetës europane nuk do ta mohonte direkt tokën unike, por do ta vendoste nën presion argumentativ të konsiderueshëm. Ka diçka të thellëve të çuditshme rreth mënyrës se si ne, si qenie njerëzore, reagojmë ndaj mundësisë së jetës ekstraterrestrike. Reagimi emocional nuk është uniform. Disa njerëz ndihen të gëzuar dhe të entuziazmuar. Disa ndihen të friksuar. Dhe një numër surprizues njerëzish ndihet pa e kuptuar plotësisht pse, i kërcënuar. Ky ndjenjë i kërcënimit është interesant. Ka të bëjë me status, me vendosjen e njerëzimit në hierarkinë kozmiologjike. Njerëzimi e ka kaluar shumicën e historisë së nje duke u vendosur vetë në qendër të gjithçkaje. Qendra e universit, krijimet e fundit dhe më të larta, qëllimi final i evolucionit kozmik. Secili zbulimi i madh shkencor ka gërrier pak nga ky status central. Koperniku e nxori tokën nga qendra e sistemit diellor. Darwini e nxori njeriun nga pozicioni i krijimit të veçantë hyjnor. Freudi e nxori egon racionale nga pozicioni i kontrollit të vetes. Secili nga këto ndryshime paradigmatike u kundërshtua me intensitet dhe kreu revolucion kulturor. Zbulimi i jetës ekstraterrestrike do të ishte revolucioni i katërt, ndoshta krym më i madhi. Jo sepse do të thotë se alienët ekzistojnë. Organizmat mikrobial në nakull të Europës nuk janë alien në kuptimin kulturor të fjalës, por sepse do të ndryshonte pyetjen themelore nga a jemi vetëm, të cilën ne gjithmonë e kemi pyetur, drejt pyetjes shumë më shqetësuese, pse jemi vetëm kaq pak? Nëse jeta fillon lehtë dhe dy sisteme të pavarura brenda të njëjtit sistem diellor do ta sugjeronin këtë, atëherë galaktika duhet të jetë plot me jetë. Dhe nëse galaktika është plot me jetë, ku janë të gjithë të tjerët? Kjo është paradoksi Fermi. Nëse jeta dhe inteligjenca janë të zakonshme, pse nuk kemi gjetur asnjë sinjal? Pse heshtja e plot kozmike? Fizikani italian Enrico Fermi bëri këtë pyetje të thjeshtë se më shumë vite më parë, gjatë drekës me kolegët e tij. Where is everybody? Ku janë të gjithë? Pyetja mbetet pa përgjigje definitive. Dhe zbulimi i jetës europane do ta bënte atë pyetje edhe më urgjente dhe edhe më të pamund për t'u shpëtuar. Shumica e njerëzve nuk kanë njohuri formale rreth astrofizikës apo astrobiologjisë. Nuk është fajësia e tyre. Kurikula shkollore botërore i kushtojnë pak orë, nëse fare, zbulimeve moderne rreth habitabilitetit ekstraterrestrik. Pyetja _QUOTE_50_ trajtohet zakonisht si çështje religjioze ose spekuluese, jo si çështje shkencore aktive me buxhete $1.000.000 dhe ekipe të tëra shkencëtarësh. Kjo boshllëk arsimor ka pasoja reale.
Kur njerëzit nuk kanë kornizën e duhur të njohurisë, ata bien pre 2 gabimeve të kundërta. Ose besojnë gjithçka, duke pranuar çdo pretendim për _QUOTE_50E_51_ pa sensin kritik, ose mohojnë gjithçka, duke refuzuar diskutimin shkencor si fantashkencë. Realiteti është i ndryshëm nga të dyja ekstremet. Ka kërkim shkencor serioz, buxhete reale, shkencëtar reale dhe debate reale rreth jetës ekstraterestrike. Ky kërkim nuk ka produkt vendosës ende, por ka progres të vazhdueshëm. Ka hipoteza të testueshme, ka instrumente që po ndërtoheshin dhe po nisen. Galileo Galilei, ai i njëjti për të cilin është emërtuar sonda, u detyrua të mohonte teorinë heliocentrike në presionin e inkvizicionit. Ai tha fjalët e famshme _QUOTE_52_ dhe megjithatë lëviz. Toka lëvizte rreth diellit pavarësisht se çfarë thoshte institucioni. Faktet nuk ndryshojnë kur ne i refuzojmë. Nëse në anakujt e Europës ekziston jetë, ajo jetë ekziston, pavarësisht nëse NASA e njofton apo jo, pavarësisht nëse politikanët e financojnë hullumtimin apo jo, pavarësisht nëse shkollat e mësojnë apo jo. Faktet fizike kanë pavarësi nga institucionet njerëzore. Konsideroni analogjinë e mëposhtme. Para vitit 1977, nëse do t'i kishit thënë një biologu standard se fundat e oqeanit janë mjedise jetësor aktive, do t'i kishit marrë buzëqeshje skeptike. Fundat oqeanike ishin, sipas paradigmës dominuese, _QUOTE_53_, vende me pak ushqim, pa dritë, me temperatura afër ngrirjes, me presion shkatërrues. Asnjë organizëm kompleks nuk mund të jetonte atje. Pastaj, Rob Ballard dhe Alvin, në ndece e vogël kërkimore e Woods Hole Oceanographic Institution, zbuloi shaqet e zeza. Dhe jo vetëm ekzistonin ekosisteme komplekse, të pavarura tërësisht nga dielli. Krimb tubzor 2 metra të gjatë, gaforre speciale, baktere termofil, oktopod, peshq, komunitate të plota ekologjike të organizuara rreth nxehtësisë kimike të tokës. Biologjia toksore u rishkrua brenda disa viteve. Paradigma e _QUOTE_54_ u rrëzua. Dhe pastaj, siç ndodh shpesh me zbulimet rrënjësore, zinxhiri i implikimeve u shtrua. Nëse jeta mund të mbjetoj kaq mirë në thelësi oqeanike pa dritë diellore, çfarë me oqeanet në levor? Çfarë me hënat e Jupiterit? Europa nuk u bë prioritet shkencor pas rrëzimit të paradigmës së _QUOTE_55_. Procesi ishte i ngadalt, i mediuar nga burokracitë shkencore, filtruar nga komitetet e buxhetit. Por lidhja ekzistonte. Ohaqet e zeza dhe Europa janë pjesë të njëjtit revolucion konceptual të njohjes biologjike. Tani le të fokusohemi në atë që kemi, të dhënat faktike publike nga misioni Galileo, pa interpretim spekulativ. Fakti i parë. Magnetometri i Galileos zbuloi fushë magnetike të induktuara rreth Europës. Interpretimi shkencor konsensual tregon ekzistencën e shtresës elektrikisht lëvishme kompatibil me oqeanin e kripur të lëngët. Kjo është jo kontroversiale brenda komunitetit shkencor. Fakti i dytë. Kamerat e Galileos treguan sipërfaqe me morfologji _QUOTE_56_ dhe sisteme lineare, modele që tregojnë lëvizje aktive të bloqeve të akullit rreth mjedisit të lëngët nën sipërfaqe. Gjithashtu jo kontroversiale. Fakti i tretë. NIMSI zbuloi depozita kripërash të hidratitura mbi sipërfaqe konsistente me ujë oqeanik të ngritur. Akoma jo kontroversiale, por fillon të bëhet interesante. Fakti i katërt. Disa rajonhe të NIMSI-t treguan absorbancë spektrale kompatibil me komponime organike të karbonit. Ky fakti është jo kontroversiale në kuptimin se të dhënat ekzistojnë, por interpretimi është i hapur. A janë organik abiotik, të prodhuar nga procese kimike pa jetë, apo potencialisht biologjik?
NIMS nuk ishte ndjeshmëri të mjaftueshme për të bërë këtë dallim. Fakti i pestë. PPR zbuloi anomali termike lokale, zona ku temperatura sipërfaqësore ishte deri 40 grade Celsius mbi vlerën mesatare ambientale. Interpretimi. Potencialisht tregon aktivitet hidrotermal aktiv. Por interpretimi alternativ, variacion gjeologjik pa aktivitet hidrotermal, mbetet teknologjikisht i mundshëm. Pra çfarë kemi? Kemi konfirmim magnetik të oqeanit. Kemi konfirmim morfologjik të aktivitetit dinamik. Kemi konfirmim kimik të kripërave organike të sipërfaqes. Kemi sugjerim kimik, jo konfirmim, të komponenteve organik kompleks. Dhe kemi sinjal termik të papërshtatur plotësisht me modele pasive. Çdo njëri nga këto rezultate ishte i rëndësishëm veçe. Kombinimi i tyre ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe pyetja mbetet, a ishte ky kombinim i rëndësishëm mjaftueshëm sa të justifikojë 21 vjet vonesë para rikthimit? Kur flasim për Europën, është e rëndësishme të vendosim zbulimin në kontekstin e gjerë të eksplorimit hapësinor modern. Europa nuk është e vetmja hënë me oqean të mundshëm nën sipërfaqe. Enceladus, hëna e 6 e Saturnit, ka plume aktive të avullit dhe grimcave të ujit që dalin nga _QUOTE_57_ vijat karakteristike polare, me fuci të mjaftueshme sa material mund të shpëtoj gravitacionin e hënës dhe të formoj unazën E të Saturnit. Sonda Cassini, e cila eksploroi sistemin e Saturnit nga viti 2004 deri në vitin 2070, fluturoi direkte nëpër këto plume dhe zbuloi ujë të lëngët, kripëra, silica, metan dhe komponime organike komplekse. Enceladus ka hidrotermalin aktiv, ka ujin e lëngët, ka kimikate organike. Enceladus është, sipas shumë shkencëtarëve, kandidati i dytë pas Europës. Titan, hëna e madhe e Saturnit, ka liqene dhe lumejt, por jo me ujë. Me metanin i lëngët, temperatura sipërfaqësore -180 grade Celsius. Titan është laborator kimik unik. Cassini dhe Huygens treguan se atmosfera e Titanit, e trashe në argjend, ka kimikate organike komplekse të prodhuara nga reaksione fotokimike. Disa shkencëtarë spekulojnë se Titan mund të mbështesë forma jete radikalisht të ndryshme nga ato toksore, bazuara mbi metanin si tretës në vend të ujit. Por kjo mbetet spekulim i lartë. Ganimede, hëna e madhe e Jupiterit, gjithashtu ka sinjale oqeani nënledhor, zbuluar nga Hubble Space Telescope nëpërmjet analizave auroral. Callisto, hëna e 4 galileane, mund të ketë oqean të lëngët gjithashtu. Dhe Ceres, planeti gjuç i rripit asteroid, tregoi kriovulkanizëm aktiv. Sistemi diellor është plot me mjedise potencialisht jetësor. Kjo nuk ishte e njohur 20 vjet më parë. Tani është konsensus shkencor gradual. Dhe implikacioni i qartë që jeta mund të jetë e zakonshme edhe brenda sistemit ton, vlere më përtej. Mbetet akoma i papërllogaritur plotësisht nga narrativi publik dhe institucional. Heshtja kishte zë. Ky paradoks retorik shpreh diçka të vërtetë rreth mënyrës se si institucionet komunikojnë. Pas vitit 2003, NASA publikoi shumë raporte, komunikata dhe shpallje rreth misioneve të ndryshme. Misioni Mars Reconnaissance Orbiter 2005, New Horizons drejt Plutonit 2006, Cassini vazhdon hullumtimin e Saturnit, Dawn drejt asteroideve, Messenger rreth Merkurit, spektri plot i eksplorimit planetar. Por Europës? Studiot e brendshme, raporte konceptuale, workshops shkencore, asgjë operacionale deri shumë vonë. Çdo herë që hullumtimi i Europës arrinte momentum, rishikimi buzhetor e frenonte. Çdo herë që ekipi shkencor ndërtonte argumentin për prioritizim, vendimarrja politike ndërhinte. Komiteti i Shkencave Planetare i Akademisë Kombëtare të Shkencave publikoi raportet e tij _QUOTE_58_ çdo 10 vjet, duke identifikuar prioritetet shkencore.
Raporti i vitit 2003, i pari pas mbarimit të Galileos, e identifikoi Europan si prioritet të lartë. Raporti i vitit 2013 e konfirmoi këtë. Por midis rekomandimit shkencor dhe fondimit aktual ishin vite vonesë dhe kompromise buxhetore. Pyetja nuk është nëse shkencëtarët e NASA se dëshironin misionin Europan. Ata e dëshironin qartazi. Pyetja është pse vendimarrësit politik dhe buxhetore zgjodhen sistematikisht të vonojnë misionin ndaj kandidatit shkencor numër 1. Ka mundësi të shumta shpjeguese, nga kompetimi me programet hapësinore njerëzore deri tek politika e prioriteteve të ndryshme, deri tek diçka tjetër. Por _QUOTE_59_ nuk mund të eliminohet as të konfirmohet pa transparencë institucionale, e cila mungon. Është e rëndësishme të aprecijohet sfida teknike e eksplorimit Europan. Europa nuk është afër. Jupiteri ndodhet mesatarisht 513 milion kilometra nga dielli, krahasuar me 150 milion kilometra sa ndodhet Toka. Distanca Tok-Jupiter varion nga rreth 600 milion kilometra kur janë afër, deri mbi 1000 milion kilometra kur janë larg. Galileo u nis në tetor të vitit 1989 dhe arriti në sistemin e Jupiterit në dhjetor të vitit 1995. 6 vjet udhëtim duke përdorur manovra gravitacionale _QUOTE_60_ rreth Venusit 2 herë dhe Tokës 2 herë. Europa Clipper, me teknologjinë moderne dhe raketat shumë më të fuqishme, pritet të arrijë brenda rreth 5,5 vitesh pas nisjes. Kjo distancë e madhe do të thotë edhe vonesa të mëdha komunikimi. Sinjalet radio tutojnë me shpejtësi drite, 300.000 km/sekond, por edhe kështu duhen rreth 35 deri 70 minuta, varësisht nga distanca e momentit, për të arritur nga Jupiteri te Toka dhe kthimi. Kjo bën menaxhimin direkt real-time të pamundur. Çdo komandë dhënë duhet planifikuar me orë para ekzekutimit, dhe nëse sonda do të ulej mbi Europën dhe shponte akullin, shtresa e akujt është 10 deri 30 kilometra. Teknologjia e shpimit që kemi aktualisht nuk mund të shpojë 30 km akulli në temperaturë -160 grade Celsius nën presion kozmik nga distancë 1.000 milion kilometra. Ky është problem inxhinierik real, jo politik. Por teknologjia po avancon. Sisteme robotike me nxehtësi nukleore, radioisotope thermal generators, RXG, mund të shpojnë akull duke e shkrirë. Sistemet të tilla janë propozuar në shkencëtarët Brittany Schmidt dhe Stone nga Georgia Tech dhe Caltech në projekte të ndryshme konceptuale. Sfida nuk është nëse mund të bëhet teknologjikisht, mund të bëhet. Sfida është kur do të ketë vullnetin politik dhe buxhetit të mjaftueshëm për ta bërë. Cila informacion mund të kemi të drejtë ta dimë? Kjo pyetje etike është po aq e rëndësishme sa pyetja shkencore. Misioni Galileo u financua plotësisht në aparat publike, tatim pagesit amerikan. Instrumentet e ndërtuar, shkencëtarët e punësuar, raketat e ndërtuar dhe të lëshuar, operacionet operacionale gjatë 8 viteve, gjithçka u pagua nga publiku amerikan. Sipas parimeve bazë demokratike dhe transparencës qeveritare, publikun e financoi hullumtimin ka të drejtë të aksesojë rezultatet e atij hullumtimi. Ligji Freedom of Information Act i Shteteve të Bashkuara, FOIA, teorikisht lejon çdo qytetar të kërkojë dokumente nga agjencitë federale. Disa kërkesa FOIA rreth misionit Galileo ka rezultuar në dokumente të redaktuara ose jo ekzistente. Kjo nuk konfirmon fshehje aktive. Mund të tregoj vetëm se dokumentet specifik që u kërkuan nuk ekzistojnë si të tilla, ose janë pjesërisht ekzemptuar nga ligji FOIA nën kategori të ndryshme. Komunita shkencore internacionale ka gjithashtu interes legjitim. Disa të dhëna nga misioni Galileo janë të disponueshme nëpërmjet NASA Planetary Data System dhe NSSDC National Space Science Data Center. Por jo të gjitha. Disa të dhëna mbesin të pakestueshme ose me akses të kufizuar, pa shpjegim publik të mjaftueshëm. Transparenca shkencore është parim themelore.
Richard Feynman, ndoshta fizikani më karizmatik i shekullit të 20, thoshte se shkenca funksionon vetëm kur të gjitha të dhënat janë të disponueshme për çdo person për verifikim. _QUOTE_61_. Parimi i parë është të mos mashtrosh veten, dhe ti je personi më i lehtë për t'u mashtruar. Sistemi shkencor i bazuar në transparencë dhe verifikim të pavarur është mburoja jone vetme kundër iluzionit institucional. Kur ky sistem pengohet, qoftë nga politikë buxhetore, qoftë nga konsiderata institucionale, qoftë nga frika e reakcionit publik, we lose that shield. Europa Clipper tani u dhëton drejt Jupiterit. Brenda disa vitesh do të filloj kalimet e tij mbi Europën. Brenda një dekade do të kemi të dhëna cilësor krejtësisht të ndryshëm nga ato të Galileos. Por çfarë do të ndodhë me ato të dhëna? A do të publikohen menjëherë dhe plotësisht? A do ta trajtojë NASA transparentisht çdo sinjal biomarker? A do të ketë presion institucional për verifikim të mëtejshëm para çdo deklarate publike? Historia e zbulimet shkencore jo konvencionale sugjeron kujdes. Gjetja e strukturave mbi Marsit nga Viking Landers në vitin 1976, disa nga të cilat ishin interpretuar nga shkencëtari Gilbert Levin si pozitive për jetë mikrobiale, u trajtua me kujdes të madh institucional dhe debati u zgjidh zyrtarisht kundër interpretimit biologjik, pavarësisht se Levin mbetej me besimin e tij deri vonë. Shkencëtari Arthur Turber nga Universiteti Emory ka argumentuar se interpretimi i të dhënave Viking ishte influencuar nga konsiderata institucionale përtej vetëm metodologjisë shkencore. Ai nuk pretendon se kishte jetë mbi Mars. Ai pretendon se procesi vendimmarrës i analizës nuk ishte krejt i lirë nga presionet jo episteme. Historia ka prirje të përsërisë veten, jo sepse institucione janë keqdashse, por sepse institucione janë njerëzore. Dhe njerëzit, individualisht dhe kolektivisht, priren të vonojnë faktet të cilat i ndryshojnë bota e tyre. Kemi udhëtuar shumë gjatë këtij skenari. Kemi parë se si Galileo zbuloi oqeanin e Europës. Kemi analizuar të dhënat kimike dhe termike. Kemi diskutuar 21 vjet vonesë. Kemi vendosur Europën brenda kontekstit të biologjisë ekstremofil dhe fizikës toidale. Kemi pyetur pyetjet e vështira rreth transparencës institucionale dhe motivimeve. Por ka diçka tjetër që nuk mund t'i shpotoj vëmendjes. Nëse jetë ekziston në akujt e Europës, qoftë edhe mikrobiale, qoftë edhe e thjesht, qoftë edhe baktere, atëhere mënyra se si ne kuptojmë veten dhe vendin tonë në univers ndryshon rrënjësisht. Njerëzimi ka kaluar shumicën e historisë së njohur duke besuar se jemi unik, se jeta është mrekulli e rrallë, aksidentale, e veçantë për tokën, se universi i madh, i ftohtë dhe i zbrazët është shtëpi vetëm e nesh. Kjo besim i ka dhënë njerëzimit njëkohësisht madhështi dhe trishtim, madhështinë e veçantisë dhe trishtimin e vetmisë kozmiologjike. Nëse Europa e prish këtë besim, nëse ne zbulojmë se jeta është e zakonshme, se nuk jemi vetëm, se universi rruf me aktivitet biologjik, kjo nuk zvoglon njerëzimin, e vendos atë në kontekst të vërtet, kontekstin e një universi të jetuar, jo të vdekur, kontekstin e bashkësisë kozmologjike, jo i zorlimit absolut. Galileo Galilei, ai vjetri, ktheu teleskopin drejt qiellit dhe i pa 4 pika të vogla rreth Jupiterit. Ai nuk dinte se ato pika kishin oqeanin e nakull, por ai dinte diçka tjetër, se të shohësh ndryshe nga ç'të mësonin mund të ishte e rrezikshme, dhe megjithatë vazhdoi të shikonte. Sonda Galileo, ajo e re, ktheu instrumentet drejt Europës dhe gjeti diçka. Çfarë saktësisht gjeti dhe pse 21 vjet kalluan para kthimit, mbeten pyetje me përgjigje jo plotësisht të hapura. Por Europa Clipper tani udhton dhe diku në 300 km akull dhe 150 km ujë të kripur e të ngrohtë, ndoshta, vetëm ndoshta, diçka lëviz. A jeni gati të merrni përgjigjen? Dhe nëse po, a jeni gati për çfarë do të thotë ajo përgjigje? Eksplorimi i Europës nuk është çështje ekskluzivisht amerikane. Agjencia Hapësinore Europiane ESA ka planifikuar misionin e saj Jupiter Icy Moons Explorer, të njohur si JUICE,
i cili u nis në prill të vitit 2023 dhe do të arrijë sistemin e Jupiterit rreth vitit 2300. Misioni JUICE do të studiojë kryesisht Ganimedin, por do të bëjë gjithashtu 2 kalime mbi Europën. Dalimi midis JUICE dhe Europa Clipper është i rëndësishëm. JUICE ka fokus të gjerë mbi sistemin jovian, ndërsa Europa Clipper është i fokusuar ekskluzivisht mbi Europën me 95 kalime të planifikuara. Kjo, specializimi i Europa Clipperit, tregon se komunitetit shkencor amerikan e konsideron Europën si prioriteti mjaftueshëm për të justifikuar misionin e dedikuar. Por ka edhe komunitet shkencor rus, kinez, japonez, indian. Secila nga këto potenca hapësinore ka zhvilluar programe të veta planifikimi. Agjencia hapësinore ruse Roskosmos kishte diskutuar misione gjoviane, por prioritetet politike dhe burimet e kufizuara pas vitit 2022 e kanë ndryshuar gjendjen. Agjencia hapësinore kineze, CNSA, ka planifika ambicioze hapësinor, por ende nuk ka angazhuar publika mbi misionet gjoviane. Ky mozaik institucional i hudumtimit Europan është domethënës. Asnjë vend i vetëm nuk ka monopolin mbi eksplorimin e Europës, dhe kjo pluralitet mund të jetë garantor i transparencës. Nëse Europa Clipper gjeti diçka dramatike dhe NASA do të vendoste ta limitonte komunikimin publik, institucionet shkencore europiane me akses ndaj të dhënave do të kishin çdo arsye për të komunikuar gjetjet e tyre në mënyrë autonome. Bashkëpunimi ndërkombëtar shkencor, pavarësisht tensioneve politike, ka historikisht tendencën e transparencës relative. Shkencëtarët komunikojnë midis tyre nëpërmjet konferencave, revistave shkencore dhe rrjeteve informale. Informacioni i rëndësishëm rrjedh. Gjetje dramatike do të bëheshin të njohura brenda komunitetit shkencor global brenda viteve, jo dekadave. Kjo, jo domosdoshmërisht, do të thotë se do të bëheshin të njohura publikisht me të njëjtën shpejtësi, por sugjeron se çdo tentative mundshme për fshehje institucionale do të kishte kufi praktik të rëndësishëm. Supozoni për një moment se oqeani i Europës ekziston, gjë të cilën shkenca aktuale e konsideron shumë të mundshme. Çfarë lloji ambienti do të jetë? Kimia e oqeanit evropan do të varet nga ndërveprimet ndërmjet shtresës së akullit të sipërme, ujit të lëngët dhe fundit shkëmbor. Shkencëtarët Kevin Hand dhe Mike Brown nga Caltech kanë argumentuar se rrezatimi i intensifikuar i Jupiterit krijon oksidant kimik në sipërfaqen e akullit, peroksidin e hidrogjenit, oksigjenin, ozoni. Nëse këto oksidant transportohen poshtë nëpërmjet proceseve ciklike, mekanizmave konvektiv ose tidal, deri në oqeanin e brendshëm, mund të sigurojnë burime energjie kimike. Kjo teori, e quajtura oksidimi radiolitik, sugjeron se oqeani i Europës mund të jetë një sistem kimikisht aktiv, jo statik. Jo një pellg i qeti mbyllur, por sistem me input energjetik dhe kimik nga sipër dhe nga poshtë. Sistemet e tilla dinamike janë shumë të favorshme për origjinën dhe mbajtjen e jetës sesa sisteme stagnante. Shkencëtari Brittany Schmidt nga Universiteti i Teknologjisë Georgia, tani pranë Universitetit Cornell, ka studiuar gjithashtu liçenet nënlodor të Antarktidës si analoge të Europës. Liçeni Vostok dhe sidomos liçeni Willands kanë ekosisteme aktive bakteriale të izoluara nga atmosfera e jashtme për miliona vjet. Gjetjet nga ato liçene, akuizitar nëpërmjet shpimeve të kujdesshme, kanë konfirmuar se jeta mikrobiale mund të ekzistojë dhe të prosperojë edhe në izolatimin e plot nënledor. Analogjia me Europën është e drejtë për drejtë. Nëse sistemi ujor nënledhor i Antarktidës mbështet jetën mikrobiale aktive dhe mbështet, atëherë sistemi oqeanik i Europës ka të gjitha kushtet fizike dhe kimike të nevojshme për të bërë të njëjtën gjë, ndoshta në shkallë shumë më të madhe. Por ka edhe kufi të analogjisë. Liçenet antarktike janë relative të rinj gjeologjikisht, disa milion vjet. Oqeani i Europës mund të ketë ekzistuar për 4 miliard vjet. Ky hapësirë kohe është aq e madhe sa jeta mikrobiale, nëse ka filluar, ka pasur kohën e mjaftueshme teorike jo vetëm të ekzistojë, por të evoluojë dhe të diversifikohet. Çfarë forme mund të ketë marrë ky evolucioni i gjatë? Kjo mbetet pyetje e hapur. Para se të diskutojmë mundësinë e jetës europane, është e rëndësishme të kuptojmë se sa mirë kuptojmë origjinën e jetës mbi tokën tonë. Dhe përgjigjja e sinqertë është jo shumë mirë. Jeta mbi tokë ekziston për rreth 3 miliardë 600 deri 4 miliardë vjet.
Gjetjet e fundit fosile nga formacione shkëmbore të Grenolandës sugjerojnë jetë rreth 4 miliard vitesh, por kjo mbetet kontroversiale. Universi është rreth 3 miliardë 800 milion vjet i vjetër. Toka u formua rreth 4 miliardë 500 milion vjet më parë. Periudha e bombardamentit të madh tardiv, periudha e intensifikuar e impakteve asteroidale, mbaroi rreth 3 miliardë 900 milion vjet më parë. Kjo do të thotë, jeta mbi tokë duket se filloi brenda disa qindra milion viteve nga qetësimi i kushteve të sipërfaqes. Kjo shpejtësi relative e origjinimit të jetës, menjëherë pas kushteve të favorshme, sugjeron se procesi i origjinimit mund të jetë relativisht i shpejt kur kushtet janë të duhura. Por kjo sugjeron vetëm nga një shembull i vetëm. Hipotezat kryesore rreth origjines së jetës janë hipoteza e supës primordiale e propozuar nga Alexander Oparin dhe J.B.S. Haldane në vitet 1920 e 1930. Hipoteza e botës RNA e popularizuar nga Walter Gilbert në vitin 1987, hipoteza hidrotermal e Mike Russell dhe William Martin dhe hipoteza panspermia, sipas së cilës jeta ka origjinë ekstraterestre. Asnjë nga këto hipoteza nuk ka arritur konfirmim eksperimental të plot. Ne dim shumë rreth kimit të fillimeve të jetës, por lidhja e plot shkëputëse midis kimisë komplekse abiotike dhe metabolizmit të parë autoreplikues mbetet e pakuptueshme. Ky hap, ky kufiri midis jo jetës dhe jetës, është ndoshta misteria më e madhe shkencore që ne aktualisht posedojmë. Dhe nëse ky kufir është i vështirë edhe të kuptohet teorikisht, pse supozojmë se Europa nuk mund ta ketë kapërcyer atë? Mbi tokën tonë, ky kufir u kapërcye brenda disa qindra milion viteve nga kushtet e duhura. Europa ka pasur kushtet e duhura, sipas çdo gjëje që dim, për 4 miliard vjet. Shkenca moderne është shpesh e ndarë artificialmente nga filozofia. Kjo ndarje është produkti i specializimit akademik modern, fenomeni i shekullit të 20, dhe nuk ka bazë epistemike të qëndrueshme. Pyetja a ka jetë mbi Europën është njëkohësisht pyetje empirike dhe filozofike e thellë. Filozofikisht, ekzistenca e jetës ekstraterestrike do të sugjeronte se jeta nuk është mrekulli në sens teologjik tradicional. Do të sugjeronte se jeta është rrjedhoi e ligjeve fizike dhe kimike, produkti materjes dhe energjisë kur organizohen sipas ligjeve universale. Kjo është pozicioni i naturalizmit shkencor. Teoria sipas të cilës çdo fenomen mund, në parim, të shpjegohet nëpërmjet ligjeve natyrore pa nevojën e ndërhyrjes jo materiale. Por ka paradoks interesant. Naturalisti i rrept do të argumentonte se jeta ekstraterestrike do të konfirmonte naturalizmin, ndërsa besimtari i rrept do të argumentonte se jeta ekstraterestrike, nëse ekziston, do të konfirmojë madhështinë e krijimit hyjnor. Dy sisteme besimi diametralisht të kundërta interpretohen nga të dyja palët si konfirmimi i perspektivas së tyre. Filozofi i shkencës Thomas Kuhn, në librin e tij revolucionar Struktura e revolucioneve shkencore, të botuar në vitin 1962, ka argumentuar se paradigmat shkencore nuk ndryshojnë me kalimin gradual të provave. Ato ndryshojnë me shpërthime paradigmatike, kur pesha e akumuluar e anomalive bëhet e pakapërcyeshme. Zbulimi i jetës europane do të ishte shpërthim paradigmatik i rendit të parë. Por edhe pyetja, a jemi vetëm, pavarësisht nga përgjigja, ka thellësi filozofike të pakrahasueshme. Nëse jemi vetëm, kjo na bën fenomen të rrallë kozmologjik dhe sugjeron se kujdesja për tokën ka rëndësi absolute. Nëse nuk jemi vetëm, kjo na bën pjesë të bashkësisë kozmologjike dhe ndryshon kuptimin ton të huajit dhe të njohurve. Në të dyja rastet, pyetja europane ka implikacione praktike rreth mënyrës se si menaxhojmë planetin ton, se si prioritizojmë hullumtimin shkencor dhe se si kuptojmë vendin ton në histori. Ndërsa Europa Clipper udhton drejt Jupiterit, bota vazhdon. Shkencëtarët punojnë, teleskopët observojnë dhe komuniteti global i astrobiologjisë po zhvillohet me ritëm historik. Teleskopi hapësinor James Webb, i nisur në dhjetor të vitit 2021 dhe operacional nga viti 2022, po transformon kuptimin ton të eksoplanetave. JWST mund të analizojë atmosferat e planetëve të largët dhe të kërkojë biosignatura.
Gjetjet e para janë ende preliminare, por kapaciteti teknik i instrumentit te I kalon çdo gjë të pasur më parë. Programi SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, vazhdon punën e tij. Instituti SETI, I themeluar nga Frank Drake në vitet 1960, ka skanuar sistematikisht qiellin për sinjale radio artificiale. Deri tani, asnjë sinjal I konfirmuar nuk është gjetur, por zonat e skanimit janë akoma të vogla relative ndaj totalit të galaktikës. Vetëm disa qindra mijë yje janë testuar sistematikisht nga 200 deri 400 miliard yje totale të galaktikës. Ky raport, disa qindra mijë kundrejt 400 miliard, tregon se SETI ka skanuar vetëm një fraksion infinitezimal të hapësirës të mundshme. Mungesa e zbulimit nuk konfirmon mungesën e sinjales, konfirmon vetëm se nuk kemi gjetur ende brenda kampionit të vogël të testuar. Astrofizikani Avi Loeb nga Universiteti I Harvardit, ndoshta shkencëtari më kontroversial aktiv rreth çështjeve të jetës ekstraterrestre, ka argumentuar se fragmenti I parë, ose ndoshta I dyti I njohur I mirëmëve ndërstellare, Oumuamua, kishte karakteristika akselerative që nuk përshtateshin me modelet standarde. Ai propozoi mundësinë e origjinës artificiale. Propozimi I tij u kritikua ashpër nga shumica e komunitetit shkencor, por debati shkencor I stimuluar nga I propozim ka qenë produktiv, ka forcuar analizën kritike të kritereve për dalimin e objekteve natyrore nga ato artificiale. Loeb ka qenë gjithashtu drejtues I projektit Galileo, emërtuar sipas sondës, I cili synon sistematizimin e hulumtimit për artefakte teknologjike të mundshme ekstraterrestrike, duke përdorur metodologji strikte shkencore. Ky projekt I nisur si iniciativë private akademike nuk ka gjetur ende prova definitive, por modeli I tij metodologjik, test empirik, jo spekulim, është kontributi ka. Ka diçka tjetër të rëndësishme rreth diskutimit europan. Mënyra se si shkenca komunikon me publikun e gjerë ka ndryshuar dramatikisht gjatë 2 dekadave të fundit. Carl Sagan, astrofizikani dhe komunikatori shkencor I famshëm amerikan, e kuptoi rëndësinë e komunikimit publik të shkencës me thellësi të jashtëzakonshme. Libri I tij Kozmos dhe seria televizive e vitit 1980 transformuan mënyrën se si miliona amerikanë dhe njerëz të tjera në botë menduan rreth vendit të njerëzimit në univers. Sagan besonte thellësisht se skepticizmi shkencor dhe admirimi ekstatik ndaj kozmosit nuk ishin të papajtueshme, ishin plotësuese. Sagan gjithashtu kishte besim të thellë se jeta ekstraterrestrike ishte probabilitet realistik, jo fantashkencë. Libri dhe filmi I tij Contact paraqiste skenarin e parë kontakti jo si ngjarje dramatike ushtarake, por si krizë institucionale dhe eksistenciale, mënyrë se si institucionet njerëzore do të reagojnë ndaj informacionit që I sfidojnë themelet e tyre. Pasardhësit e Saganit, Neil deGrasse Tyson, Lawrence Krauss, Brian Greene, Michio Kaku, kanë vazhduar traditën e komunikimit publik shkencor. Çdo njeri ka folur në momente të ndryshme rreth mundësisë së jetës ekstraterrestrike. Kaku, me karrierin e vet ekuilibrist ndërmjet fizikës teorike dhe popularizimit të shkencës, ka argumentuar se mundësia e jetës europane duhet t'i jepet shumë më tepër vëmendje publike se sa I është dhënë historikisht. Por ka edhe anë tjetër të kësaj monedhe. Popularizimi shkencor, kur nuk bëhet me kujdes, mund të çojë në keq interpretime dhe hiperracionalizim. Kurba midis QOT 79 dhe QOT 80 ose QOT 81 është e hollë. Institucionet e NASA-s e dim këtë shumë mirë. Kam nxënë nga __QOT_82_ të vitit 1996. Në gusht të vitit 1996, NASA organizoi konferencë për shtyp historike. Presidenti Bill Clinton dëgjua publikisht. Shkencëtarët David McKay, Everett Gibson dhe kolegët nga Johnson Space Center njoftuan se kishin gjetur struktura mikroskopike në meteorin marcian ALH 84001, të gjetur në Antarktidën në vitin 1984, të cilat ishin QUOTE-83. Titrat ishin shkatërues. QUOTE-84. Reagimi publik ishte I papar. Programi hapësinor Marsi u financua menjëherë me burime shtesë. Mjedisi kulturor ndryshoi. Debate intensifikuan. Por pastaj erdhi faza e dytë.
Shkencëtar të tjerë analizuan të njëjtat struktura dhe ofruan shpjegime alternative abiotike. Magnetite kristalin, polycyclic aromatic hydrocarbons, strukturat ovoidale, secili mund të prodhohej pa biologji aktive. Debati u rrit. Konsensusi gradual, por jo uniform, u zhvendos drejt shpjegimeve abiotike. McKay dhe ekipi i tij nuk e tërhoqën kur plotësisht pretendimet e tyre. Deri pak para vdekjes së McKayit në vitin 2013, ai argumentonte se evidenca akumulativ mbetej e fortë. Debati mbetet teknikisht i hapur. Edhe pse konsensusi publik ka lëvizur kundrejt interpretimit biologjik, çfarë mëson rasti ALH 8401? Mëson se NASA di shumë mirë çfarë ndodh kur bën njoftim të parakohshëm rreth jetës ekstraterestrike. Reagim publik dramatik, presion institucional enorm dhe pastaj kthim penduese kur konsensusi shkencor ndryshon. Kjo eksperiencë ka formësuar profundisht sjelljen institucionale të NASA-s rreth çdo deklarate potenciale biologjike. Kjo mëson gjithashtu diçka tjetër. Herën tjetër kur NASA do të ketë dëshmi të forta, sjellja e tyre mund të jetë edhe më e kujdesshme, jo më pak. Pengesa epistemike interne ka ndryshuar pas ALH 8401. Jo drejt guximshëm, por drejt shumë kujdesshëm, ndoshta shumë kujdesshëm. Le ta bëjmë eksperimentin mendor. Imagjinoni se Europa Clipper gjatë kalimit të 64 mbi Europën i kthen të dhëna spektroskopike me sinjale biokimike kaq të qarta dhe të shumëfishta sa interpretimi biologjik është i pathjeshëm. Ka komponime organike me qiralitet specifik, dallim molekular karakteristik i sistemeve biologjike. Ka izotope karboni me raporte karakteristike biologjike. Ka distribucione kimike kohore që tregojnë metabolizëm aktiv. Çfarë ndodh pastaj? Brenda NASA aktivizohet protokolli i konfirmimit të biosignatura, i cili kërkon verifikim të pavarur të dhënave nga ekipe të shumta. Ky proces merr disa muaj minimalisht. Brenda komunitetit shkencor ndërkombëtar, të dhënat ndahen me partnerët ndërkombëtar sipas marrëveshjeve të misionit. ESA dhe JAXA kanë akses. Shkencëtarët e pavarur fillojnë analizat e tyre. Brenda një viti, komuniteti global ka pasur kohë t'i studiojë. Brenda qeverisë amerikane, njoftohet Shtëpia e Bardhë dhe komitetet e rëndësishme të Kongresit. Konsultohen ekipet e komunikimit strategjik. Vendoset rreth formës dhe kohës së njoftimit publik. Shkencëtarët e NASA-s dhe partnerët e tyre ndërkombëtar dinë, ose do të dinë shpejt, gjëra rreth Europës që do të ndryshojnë mënyrën tonë të kuptimit të vendit tonë në univers. Ata punojnë me instrumente të sofistikuara, me buxhete miliarda dollarëshe, me dekada edukimi të specializuar. Ata kanë kapacitetin teknik për të kuptuar rezultatet, por publiku i gjerë, njerëzit e zakonshëm që paguajnë taksat, që votojnë politikanët, që japin kuptim kulturor jetës dhe ekzistencës, janë shpesh të privuar nga konteksti dhe njohuritë e nevojshme për të kuptuar rëndësinë e asaj që zbulohet. Kjo boshllëk epistemike nuk është aksidentale, është produkti i sistemeve arsimore të dizajnuara në shekullin e 19, para zbulimit të sistemeve hidrotermal, para konfirmimit të oqeanit europan, para evolucionit të biologjisë ekstremofile. Sistemi ynë arsimor nuk ka shpejt me njohurinë shkencore moderne, dhe kur njohuritë publike vonohen, institucionet mbajnë monopolin interpretativ. Ata vendosin kur të flasin, çfarë të thonë, si ta formulojnë. Publiku reagojnë ndaj informacionit të filtruar, jo ndaj të dhënave brutale. Alternativa nuk është jepuni njerëzve të gjitha të dhënat brutale. Kjo është gjithashtu naive, sepse të dhënat brutale shkencore janë të pakuptueshme pa kontekst. Alternativa është ndërtimi sistematik i kapacitetit publik për kuptimin e shkencës. Arsimim real shkencor, komunikim shkencor i ndershëm, transparencë institucionale. Nëse shoqëria humane do të jetë e gatshme për zbulimin e jetës ekstraterestrike, qoftë europane apo nga tjetër vend, ajo gatishmërinë nuk do të vijë nga njoftimi i papritur institucional. Do të vijë nga vitet e edukatës, dialogut dhe ndërtimit të kapacitetit kritik. Ka diçka tjetër rreth hënës Europë që shpesh neglizhohet: koha kozmike. Dielli ynë është illi i tipit G, mesatarisht madh, mesatarisht i nqehtë, relativisht stabil.
Yjet e tipit G jetojnë në rreth 10 miliard vjet. Dielli ynë ka rreth 4 miliardë e 500 milion vjet dhe ka rreth 5 deri 6 miliard vjet para se të fillojë zgjerimin drejt fazës gjigante kuq. Kur dielli bëhet gjigant i kuq, do të zgjerohet deri rreth 100 herë diametrin aktual. Orbita e Tokës do të jetë brenda atmosferës së zgjeruar të diellit. Toka do të humbas oqeanet e saj brenda disa qindra milion viteve para kësaj faze. Jeta toksore komplekse, nëse mbijetoj deri atëherë, do të duhet të ishte zhdukur ose migruar. Por që do të ndodh me Europën kur dielli bëhet gjigant i kuq? Temperatura rreth Jupiterit do të rritet. Akulli sipërfaqes europane, i cili ka aktualisht -170 grade Celsius, do të ngrohej. Oqeani i brendshëm mund të bëhej i akses direkt nga sipërfaqja. Europa mund të bëhet planeti i aksesueshëm oqeanik për miliarda vjet gjatë fazës gjigante kuq. Nëse jetë ekziston në nakujt e Europës sot, ajo jetë ka 5 deri 6 miliard vjet të tjera para se kushtet të ndryshojnë dramatikisht. Kjo kohë është aq e madhe sa mundësia e zhvillimit të jetës komplekse, ndoshta inteligjente, ekziston teorikisht, nëse bazat mikrobiale janë të pranishme. Dhe nëse jetë inteligjente do të evoluonte mbi Europën, po a do të na gjente ata ne? Apo ne do t'i kishim gjetur ata? Le të mendojmë rreth diçkaje të thellë. Toka dhe Europa janë produkte të njëjtit nebul protoplanetare, të njëjtës re gazi e pluhuri, nga e cila u formuai gjithë sistemi diellor rreth 4 miliardë 500 milion vjet më parë. Atomet e karbonit në trupat tuaj dhe atomet e karbonit në akujt e Europës kanë të njëjtën origjinë kozmologjike. Janë djemtë të njëjtës supernova, të njëjtës brezyesh, të njëjtit univers të hershëm. Jemi të lidhur me Europën jo vetëm gjeografikisht brenda të njëjtit sistem planetar, por kimikisht dhe historikisht nëpërmjet historisë kozmike të materjes. Fizikani Carl Sagan shprehej me thellësi rreth kësaj. We are made of star stuff. Ne jemi bërë nga materiali i yjeve. Karboni, azoti, oksigjeni, kalciumi, fosfori, të gjithë këta elemente u sintezuan brenda bërthamave të yjeve masiv dhe u shpërndan nëpërmjet supernova miliarda vjet para lindjes së sistemit diellor. Çdo atom i trupit tuaj ka kaluar nëpërmjet disa yjesh para se të bëhej pjesë e jush. Nëse jeta europane bazohet mbi të njëjtat elemente kimike dhe kimia e sistemit diellor është uniforme në shkallë të gjerë, atëherë jeta europane dhe jeta toksore janë bazuar mbi të njëjtin material kozmik. Janë variante të ndryshme të temës universale. Kjo perspektivë, jeta si shprehje lokale e tendencave kimike universale, ka implikacione filozofike të thella rreth kuptimit të veçantit. Nëse jeta është e zakonshme, atëherë specifikiteti i jetës toksore nuk qëndron në faktin e ekzistencës, por në mënyrën specifike të saj të ekzistencës, historinë e veçantë të evolucionit, diversitetin specifik, ndërgjegja e veçantë. Europa Clipper ka kapacitetin për të dhënë përgjigje definitive rreth disa pyetjeve kyçe. Jo të gjithave, por rreth disa nga më të rëndësuarve. Pyetja e parë. A konfirmohet ekzistenca e oqeanit të lëngët të brendshëm? Pritet konfirmim shumë i fortë nëpërmjet magnetometrisë, gravimetrisë dhe analizave morfologjike. Kjo pyetje është pothuajse e vendosur pozitivisht tashmë, por Europa Clipper do të ofrojë precizion shumë më të lartë. Pyetja e dytë. A ka plume aktive të ujit të shtyrë nga nën sipërfaqja? Galileo nuk kishte kapacitetin të zbulonte plume me siguri. Europa Clipper ka SUDA dhe instrumente të tjerë të projektuar specifikisht për të analizuar materialet e plumeve potenciale. Nëse plume ekzistojnë dhe shtyjnë material nga oqeani i brendshëm, Maspex do të analizojë atë material me ndjeshmëri shumë herë më të lartë se NIMSI. Pyetja e tretë. Çfarë kimikate organike janë të pranishëm? Maspex do të jap analizë kimike me precizion të paprecedent. Nëse komponime organike komplekse janë të pranishme, aminoacide, nukleobaze, acide karboksilike, kjo do të jetë rezultat shumë i rëndësishëm. Pyetja e katërt. A ka sinjale termike aktive konsistente me sisteme hidrotermal? ETHEMIS do të hartografojë temperaturat sipërfaqësore me precizion 10 herë më të lartë. Anomalit termike të Galileos do të testohen. Dhe pyetja e pestë, ndoshta më e rëndësishmja. A ka sinjale kimike ose izotopike që janë shumë të vështira për të shpjeguar pa biologji? Ky do të jetë testi kryesor.
Jo, gjithmonë mund të ketë organik abiotik, por brenda dekadës ne do të dim shumë më tepër. Brenda 2 dekadave, nëse programi Europa Lender avancon, mund të dim gjithçka. Imagjinoni se gjatë gjithë historisë njerëzore keni jetuar duke besuar se jeni vetëm shtëpi. Çdo mëngjes dëgjoje vetëm zërin tuaj. Çdo mbrëmje shikoje dritën e vetme të shtëpisë suaj. Gjithë kozmosi ishte i heshtur, bosh, vetëm juaj. Pastaj, një natë dëgjoni diçka. Nuk është e qartë, mund të jetë era, mund të jetë imagjinata, por mund të jetë edhe diçka tjetër. Europa është ajo diçka tjetër. Ne nuk dim ende çfarë ka atje. Nuk e dim nëse oqeani i nënakujshëm i tij mban jetë aktive, jetë fosile, ose vetëm kimikat e premtuese. Nuk e dim nëse Galileo ja zbuloi diçka dramatike apo vetëm diçka interesante. Nuk e dim nëse 21 vjet vonesë kishte arsye institucionale të fshehura apo thjesht politik buxhetore. Por dim diçka. Kur njerëzit pyesin pyetje si kjo dhe shkencëtarët ndërtojnë instrumentet e nevojshme për t'i testuar dhe institucionet, me ngadalësi, me rezistencë, por në fund i financojnë, diçka thelpsore ndodh. Njerëzimi bëhet pak më i madh, pak më kurioze, pak më të gatshëm të pranojnë se nuk janë qendra e gjithçkaje. Sonda Galileo Galilei, ai i vjetri, u dënua të mbez burg shtëpie. Por ideat e tij u dhëtuan. Sonda Galileo, ajo e re, u shkatërrua në atmosferën e Jupiterit sipas urdhrit. Por të dhënat e saj u dhëtuan dhe vazhduam t'i studim. Europa Clipper tani udhton, dhe në nakujt e Europës, nëse ka diçka atje, atë diçka nuk e bën as mirëseardhjeje e sondës, as heshtja institucionale e NASA-s. Ajo thjesht ekziston ose nuk ekziston, sipas ligjeve fizike të universit. Pyetja jon, pyetja juaj është: a do të ketë guximin të dëgjojmë përgjigjen? Dhe nëse po, a do të kemi guximin ta ndajmë me të gjithë? Kjo ndoshta është pyetja finale. Jo a ka jetë mbi Europën, por si do ta trajtojmë atë njohuri nëse e kemi? Dhe kjo pyetje nuk ka përgjigje shkencore, ka vetëm përgjigje njerëzore.